Thonë që jeta është koka pil. Si ka mundësi që ne shqiptarve s'na bie asnjëherë koka? E jo më pastaj pili. Më shumë e themi ne këtë, se e kemi vështirë të themi një llaf mirë për veten tonë. Kemi vështirë, pse do të thonë këtë llaf për shkakun? E mos thush llafet mira, Shqipëria ka gjëra shumë të mira. Po, jam dakord. Shumë mira, jeta është normale si gjithë vendet e botës. Po ne jemi të prirur për thonë llafin e keq. Problemi është që edhe të duash ta nxjerrësh për mirë këtë që ata jetë, nuk ta lën dot të tjerë që ta nxjerrësh për mirë, sepse çdo gjë varet në dorën tonë. Dorën tonë, po. Po mirë, ma ashtu ka qenë trashëgimi, nuk ka ne. Se ka të bëjë me trashëgimin thuj koka Po pili? si kujton, tani. Nga ana e trashëgimisë, ka më shumë koka apo pili? Përgjithësi nuk i kam ndjekur, po shkon trashëgimi. Ata bëjmë një provë tash? Bëne. Është mendimi jot. Ti do që të bi koka apo pil? Koka. Kokë. Jo. Por të ta shohim se ka. Po jo ora lan toftë qytetore. E mora. Kokë. Hajde. Ajo më shans. E bra. Si ka mundësi që ne shqiptarëve na bi gjithmonë koka? Asnjëherë pili. Jemi me fat. Jemi me fat, ha? Jemi me fat. Ta provojmë mirë tash bash. Çfarë do na bi, ha? Inshallah. Koka pil. 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 Thonë që jeta është koka pil. Koka pil është, tura jaz, të më Ty si shkëtan. ka shku, koka pil. Jaz, Jas. Çfarë do jas? jaz e me thënë, aty, mirë. Aty. Si ka mundësi që ne shqiptarëve s'na bi as koka, ajo më pili? Na bin të dyja ne, po s'kena këtu. S'kena kohë. S'kena Na kohë. provoj herë ti tash çfarë do të bi, hidhë herë, koka pil. Që, Pil. aja duhet. Ajo duhet, Shiko, njeriu ka dhe ëngjëllin dhe djallin. Varet çfarë rrugë e merr. I kemi të dy këtu Po ka thonë dhe ëngjëlli dhe djalli rrit brenda te i gjalli, ha? Bravo. Aq shumë thjesht është. Ta bëj një provë kështu kot koka pil, me që kam të 1000 lekë në dorë. Ti e bëre si te penaltit. Do të quaj penaltit. Kok. Kok? Po. E gjeda. E di si është puna. Problemi është që ne nuk e njohim as kokën as pilin, vlla. Është një problem shumë i thellë për mira vitesh kjo punë. Këtu ka një lloj komploti që ka nisur që me ato hakmarrjet e mëdha që bëri perandoria romake, ish perandoria romake, sepse këtu ka qenë gjithë ky vend, kështu ka qenë i banuar nga qytetrime, domethënë qytete, i rrafshuan ato dhe pasandaj na lanë vetë në këtë lloj gjendje, kështu se u interesonte. Edhe kështu që ngelëm jo shumë të qytetruar. Ne jemi koka apo pil? Ne si jemi as koka as pil, vlla, ja shikohen me këto që po ndodh tashti. Jeta juaj ka qenë më shumë koka apo pil? Po shumë e vështirë ka qenë. Po si jena menua asnjëherë për njëri tjetrin. Pas menoj për njëri tjetrin. S'menoj. Po të menojmë për njëri tjetrin, ne do kishim edhe më shumë. Edhe një të ardhmë më të mirë, një të ardhmë më të mirë, edhe s'do ishim koka pil si do jetojmë. Pra nuk do e bazonim jetën te koka pili, thuat. S'do e bazoshim fare këtë. A bëj një provë tash, do të bi koka apo pil? Hidhe kështu, thllop. Ka ull tokë? Jo do, kape me dorë. Çfarë? Nga E ktheve, ha? Po se s'do të bi pile? do na eci tërës ose? Jo, se të tërës. Ne shqiptarëve, s'na bi asnjëherë koka, e jo më pili. Jo, jo. Po kush valla? Pa pil më e ke, pa koka pil që e hedh kështu. Shorti thuj. Shorti, po. Ja, po. Na, provoj herë. Ti dhe herë, çojmë çfarë do bi. Çfarë? Pili. Pili.